pas 6 muaj thash, okay, do I futem palestrës, po shikoja që ndoshta edhe epidurali kishte ndikuar, ndoshta edhe pesha, kisha dhimbje mesi. Nuk shkoja dot palestër, thash prit një sekond se këtu ka një gjë që nuk e kam pasur, edhe sot për shkakun nuk e kam. Ka kaluar netet pa gjumë, gjithë këto palestra aty është do vinë. E drejtë, shumë e vërtet. Nxitim Shumë s'kisha. e vërtet, nuk ka pse të nxitojmë diçka. Rikuperimi I trupit do dojë 2 vjet në fakt total pas një fëmije, po ndonjëherë ndoshta nga forma se si na shiten her pas here edhe nëpërmjet televizionit, Instagramit, kjo na turbullon ndonjëherë mendimet apo jo. E vërtet. Edhe në ato kohë kanë lindur shumë goca të showbizit mbaj mend. Kishte të njëjtin problem edhe kur komunikonim, thoja, okay, edhe ti ke humbur kaq, po jo si kam humbur dhe binim pak në qetësi sepse u fut një frym dobësimi që unë nuk e kisha pasur ndonjëherë dhe thash stop. Dhe momenti që thash stop, u dobësova.